opozite ka nisur që nga muaji prill, pra që nga 15 prilli, destruktivitetin e saj dhe asnjëherë nuk kanë pasur vullnet për të tejkaluar situata me të cilat jemi përballur deri vonë. Unë sot prita që ata të kenë qasje ndryshe, sepse siç e thash edhe në replikën time në seancën e kuvendit që u mbajt pak më herët, buxheti i shtetit nuk është buxheti kryeministrit Kurti. Ajo është proceduar nga qeveria në detyrë në përputhje me ligjin për qeverinë, është buxheti i qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe arrin shifrën sikur më parë, pra rreth 4 miliard euro, por edhe përkundër kësaj, këta janë në gjendje që ta fusin vendin në krizë sociale, t'i lënë qytetarët pa paga, t'i lënë pensionistët pa pensione, t'i lënë shumë familje pa ndihmën sociale, e FSK-n pa paga, policin pa paga dhe gjithë sektorët tjerë, shëndetësinë dhe të tjera, vetëm për shkak të inateve që kanë me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje. Unë e di që ju e dini se çka mendoj unë për opozitën, pra cilat janë mendimet e mia për opozitën, por sot i bëj lutje që të kenë qasje pozitive, që ta mendojnë interesin e shtetit, qytetarëve të Republikës Kosovës dhe t'jenë në seancë për të votuar dokumente që janë shumë të rëndësishme, por në anën tjetër ne tash pas pak minutave kemi edhe votimin e mandatarit. Glau Konjufca është personi i dytë më i votuar në Republikën e Kosovës. Të gjithë e din, ju jeni dëshmitar, sepse qytetarët përmes jush janë informuar edhe për qëndrimet e opozitës në raport me figurën e zotit Konjufca. Ata gjithmonë e kanë përmendur Glau Konjufcën si personi unifikues, prandaj sot është momenti që të japin mbështetje zotit Konjufca. Ne nuk kemi se pse shkojmë në dy palë zgjedhje për një kohë tepër të shkurt. Le të shkojmë në zgjedhje në qoftë se nuk dakordohemi për emrin e presidentit apo presidentës së ardhshme, por sot për hir të qytetarëve, për hir të shtetit Kosovës, pra le ta votojmë pra mandatarin, le ta mbështesim personin e dytë më të votuar, zotin Konjufca, për të cilën të gjithë kanë thënë, pa përjashtim që është figurë unifikuese. Pra, le t'i thrasin mendjes, le të reflektojnë, besoj që është shumë e rëndësishme që, si me thënë, të mos kenë qasje destruktive, por pra të jenë konstruktiv në raport me situatën në cilin përballemi. Po e vërtet, ne kemi bërë opozitë, sa kemi qenë opozitë si ndoshta asnjë subjekt tjetër, por gjithnjë duke parandaluar marrëveshje të dëmshme për vendin. Asnjëherë nuk kemi bërë opozitë për shkak të inateve, por vetëm sepse gjatë kohës sa ne kemi qenë në opozitë, jemi përballë me shumë marrëveshje të dëmshme, prandaj edhe reagimi opozitar në atë kohë ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm. Nuk do të mbaroj, si me thënë, me seancën e sotme, ne prap i thrasim që të reflektojnë, që të votojnë edhe mandatarin Konjufca, por po ashtu edhe dokumentet të cilat ne i përmendëm, sepse siç e keni parë, kryetari i kuvendit nuk e mbylli seancën, por e ndërpreti atë, që na nëse do të ketë reflektim. Zoti Glau Konjufca, ku paraprakisht s'keni as marrëveshje politike. Sipas tyre nuk i keni kontaktuar asnjë nga partitë politike. Ne kemi pas përpjekje që nga fillimi dhe kur jemi këtu ndoshta para muajit prill, kur është thirrë seanca e parë konstituive, që të kemi një marrëveshje me disa prej partive politike. E kemi shprehur publikisht vullnetin tonë për të bërë koalicion me LDK-n, jemi refuzuar, edhe përkundër elektoratit, se çka mendon elektorati i LDK-s, si me thënë krerëve të kësaj partie nuk i intereson kjo dhe jemi refuzuar. Kemi pas përpjekje edhe të bëjmë koalicion me nismën, e cila përfaqësohet në Kuvendin e Republikës me 3 deputet, por as kjo nuk ka ndodhur. Kërkesa atyre ka qenë, ne jemi ta zëm, ata kanë thënë në vazhdimsi, nuk e duam Albin Kurtin kryeministër, ne e bëm kompromisin më të madh. Nuk është më emri Albin Kurtit, tash është emri i zotit Konjufca, prandaj me që ne kemi bërë kompromisin më të madh, personin më të votuar në historinë e Kosovës, sa herë ka pas zgjedhje, pra Albin Kurti është personi më i votuar në historinë e Kosovës, prandaj mendoj që ata duhet bëjnë lëvizje. Dhe unë sot pres reflektim, jo për hir të vetëvendosjes, por për hir të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ata kanë për obligim që jo të flasin përmes konferencave kudo në kuvend apo diku tjetër, por të vinë në seancën plenare dhe ta kryen me përgjegjësinë më të lartë rolin e deputetit. Besoj që e tash ne kemi bërë kompromis, duke qenë që nuk është emri Albin Kurtit. Është emri i zotit Konjufca, për cilin të gjithë kanë pasur lavdatat më të mëdha. Faleminderit. Do vazhdoj seanca e parë që nis mëngjes edhe pas seancës. Kryetari i kuvendit e ka thënë që nuk mbyllet seanca. Kur vazhdo? Besim që të vendosim.